për sharime, urdhë në të lutem, pastaj Besniku. Dëgjoj. Ajo që e thash edhe në fillim, edhe mendoj që duhet të fillojmë të bëjmë një gjykim të barabartë. Në të kaluarën, zotri Dakaj, unë parapëlqej këtë debatin ku mujë me ndëgju njëri tjetër, dhe shta me lënë dhe në fund, dhe sa të përfundoni. Në të kaluarën, nuk ka pas si investime, kësi investigime, edhe kësi paraqitje të lojit si me qenë aty të embrojt një doktoratur, për ato që ka ndodhë ma heret. Nuk ka pas konstatime, asë nga mediat, këto më se merë njësi personalisht, po për përgjigjen dhe asaj, pas nuk ka pas një gjykim të tillë publik, ndaj dikujt, ende pa filluar një hetim. Ju e dini këtë rastin e ish ministrit, për marrë shembull tani vetëm Ministrinë e Bujqësisë, të ish ministrit Rikallo. Kolegu juaj Besnik Krasniqi ka shkruar para disa dite një status, ku ne kam lexuar aty, ku bëhej fjalë për një keq përdorim, 4 milion euro. Ky keq përdorim, i 4 milion euro, ishte me grante për familjarë të politikanëve. Na këtu nuk kem pas një gjykim publik paraprak. As një konstatim, po dhe jo si gazetar, edhe një si qytetar, e kemi kuptu vetëm kër ka dalë në media. Po, veç ka ndryshu. Pasi që ka ndodhë hetimi. Edhe bërit gazetari, zoti Kerçeli ka ndryshu shumë. Po, kjo nuk është shumë vonë, kjo është para 3-4 vite, 5 vite, na jem të folë për qeverisën e ka pa dashur të lëshomin emra. Ka ministrit të transportit. Jo, une po du, ju lutem, zonja Koprani, po du vetëm të Ministria Bujqësisë. Nuk ka pas konstatime, gjykime publike të tilla, ku në Ministrinë e Bujqësisë janë gjetë çanta me pare. Kur në atje në shtalla të disa shtëpive, ku se ke pas asnjë lloj veprimtarie bujqësore të fermerit, janë gjetë çanta me pare. Ju besoj keni pa këtu na pajtohemi për këto. Nuk ka pas. Jo. Masi që ka ndodhur. Dëgjom, raportime live po, kur ka ndodhur një ngjarje. Nuk ka pas... Jo, dhe i ka paraprit. A mundeni ju lutem me ma siguru. Gjyq publik për ministri. Nuk ka pas... Edhe këto edhe për përfundoj. Një traktor, ka hi atje në dogan, ju ka lëshuar dudi vetëm një traktori, me atë traktor kanë përfitu 20 fermer. Edhe ai traktor në fund ka në dikur që ka banun banesa, apo kuptoni? Zoti Kerçeli. Jo, dëgjoj të Dakaj. Jo, më fal. Unë e kam të gjykimi publik. Traktora. Po, amo të gjykimi publik me zotri Dakaj. Që tu e ki përballë gazetarin. Që na po e denojmë dikon, ende pa fillu faza e parë e hetimeve. Unë për besë tonë në të kaluarën me emra specifik nuk e kom pa. Nuk ka pas debatet të tilla. Do më javani përgjigje. Zoti Kerçeli, që sa mirë e shkruajta para te Ministria e Bujqësisë. Çat skandalin e traktorit, 41.000 euro, që u hetu, edhe i kena gjetë që 13.000 euro ka kushtu në Turqi. Prodhuesit ja kanë marrë ofertën. E kena gjetë ku u ble, kush e ka ble, njeri fushë Kosovës që s'ka pas as pronë as kush, që u konë shitje në rrugën në zonë industriale, a di kush e ka publiku? Që ky gazetar që e ki përballë çto. Po, a muj me ta bëjmë. 42.000 euro. Po, gjykimi një kështu, unë nuk po ta mohoj atë punë. Ku bon një muj dit, nuk e kena në shukit po jo bre si shkelzen, jo si gjykimi publik. Gam, jo që po do më të nënë një argument. Volumtimin e aferës. A di pse une... Po jo për shumë, na qa pëndosët, kryefjalla është Ministri Peci, pastaj janë këto tjera. E qartë, por duhet vetë apo do më kallëzuar titulli shkon zëri, a do më treguar titulli shkon editorial kena bë për këtë punë. Një muj nuk e kena shu. Madje, a di sa kreativin ka vetë vendosja? Për shembull, unë kum ka shku menja me krahasu traktorin me Porsche. Po vetë vendosja tani kur i merr këto skandalet tona, i bëj ke çast moja, sot po mundoni mi minu. Krejt kauzat. Zoti Kerçeli, ti e din, ke najt me shumicën e gazetarëve, personalisht më ka rarë një era 2, por ti e din që ketë kauzat për korrupsion, për hajni, për maskarallëqe, për punësim, krejt ju në volumtimi media edhe i gazetarëve. Madje, muj me thome përgjegjësit plot, që në 2-3 vitet e para, kur e keni marrë pushtetin, shumë matë të kujdesshëm, e nashta me një gjuhë matë butë,
Jënë ka gazetarët e mediat, se sa me pushtetet e kalune. Mos harra, nuk ka aferë që ka ndodhë në qitë vend qëto, që mediat nuk jënë marrë me mujtë tonë në për qëto. Unë nuk e më hova. Tash njëtin punë jënë aty e bo, zotë i Kërqeli. Vi qenë aty e bo dhe me juve se ku me pushtetet e kalune. Nuk e më hova asë moment. Media edhe gazetari në asë një mënyrë, asë nuk duhet vu në thumë të kritikës, asë të akuzës, asë për kur gjë tjetër, për punën që e krynë. Çka bën gazetari? Gazetari raporton. Hulumtimi prodhon gjetje. Në bazë të një hulumtimi që e realizon, prodhon i ke do gjetje. Në mesin aty në gjetjeve, mund të konstatohet që ajo hajnia që Ministri Peci, ose Ministri tjetër, ose Rikallo në rastin konkret, po e zëmë, unë jam autori i aferës për 4 milionëshin e Rikallos. Po, unë nuk jam kufizu, prej kësaj që unë s'jam gjyqtare dhe unë zban me kalzu që a i ka keq përdorë me detyrën zyrtare, mas gjetjeve ka rjedh një proces hetimi, ma dje edhe komisionet parlamentare në atë kohë e kanë thirë edhe Rikallon, e kanë thirë edhe sekretarin permanent ministris, aty në do dëgjime, tjera. Kështu që në asnjë formë, nuk besoj që politikanëve u takon të japin leksione gazetarëve. Ja, që këtu gazetari të mirë fillë të ka, është rallua e në Kosovë. Na s'po dhom leksione që është do të me usim jo veç na politikanë, po se cili qytetar ka drejt në uanku. Jo bre, është problem me dho leksione gazetarët. Një gazetari që punën po e zonë 20 vjetë në profesion ka bo hulumtime, tjera. Nështë puna e ti ka prodhur rezultate shumë atë mëdha se sa e 90% të njerëzve që janë A besoni, zoti Kraku, që... Puna e vetme që bojnë i morin pogat edhe gresin dorë nalë që shtonë politika, që shtonë kryetari partisit. A besoni ju që... Jo, kjo është ideja. Lojmi mirë është që ministri sumur në mbrojtje prej të dyve, edhe zotit Kraku edhe zotit Kërqeli, në kuptimin që deri sot, as militantët e vetë vendosjes, as të partiz Guxo, nuk janë marrë me gjetje, nuk kanë kontestu gjetje të hulumtimit, me thonë, për shembull, që një prej gjetjeve edhe prej skandaleve që ashtiqare shihet që kemi të bëjmë me shkeli ligji. Kontrata është dhonë të bazu në ligjin për pyje, për një pronë që është po e zomë në qendër të Prishtinës. Prishtina s'është malë. Ligji për pyje është i vlefshëm për asete që janë në malë, në pyllë, ose që janë në pronësi të agjencisë pyjeve. Që kjo i kishë mjaftu prokurorët për me kohë, me shfarë drejtë të si kontratët të jashtë liqme. Ka qenë fake news i përforme. Ose, kështu,